Nëse pollet ndryshojnë, çfarë ndodh me planetin Tokë? Po sikur kataklizmat dhe gojdhënat e përmbytjes universale në mbar botën të jenë të vërteta. Po sikur viti 2027 të jetë fillimi i një fundi të trisht. Mirë, tani do t'ju tregoj për librin më kontrovers të historisë, i ndaluar nga CIA që prej vitit 1966. Rehatoni aty ku jeni dhe dëgjojeni me vëmendje. Në vitin 1963, një tip i quajtur Chen Thomas do të shkruante një nga librat më kontrovers të historisë. Një libër që pas 3 vitesh, në vitin 1963, u ndalua nga CIA. Por ai nuk ishte një njeri normal, nuk ishte një njeri i thjesht, jo një studiues do si do, por ishte një inxhinier i forcave ajrore të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Tani, çfarë ndodhi me të? Libri titullohet Adam and Eva Story. Dhe është një libër që fillimisht kishte 287 faqe, por kur CIA e mori dhe e sekuestroi, pra kur e ndaloi nga qarkullimi, libri u transformua në 56 faqe. Gjithë faqet e tjera tregohet se u dogjën. Disa thonë që i kanë ruajtur, kush e di se ku. Po sikur historia e njerëzimit të mos jetë ashtu siç na është treguar. Po sikur një kataklizm të ndodh një herë në 6500 vjet. Po sikur shkenca këtë ta di dhe të hesht. Po sikur CIA ta njoh këtë fenomen dhe të ndaloj rreptësisht ata që shkruajnë për këtë. Dhe po sikur viti 2027 jetë fillimi i një fundi të trisht. Tani dëgjojeni këtë histori që do t'ju tregoj sot. Është një histori që e gjeni dhe vetë ju, por fillimisht dëgjojeni, rehatoni aty ku jeni dhe do të dëshiroja që në fund të kësaj videoje të mund të lini një koment, do t'ju lutesha. Ishte viti 1963, një tip i quajtur Chen Thomas shkruajti një libër misterioz, një libër që titullohet Adam and Eva Story, pra historia e Adamit dhe Evës. Një libër që sapo doli në vitin 1963 u bë menjëherë një kult, por pas 3 vitesh në vitin 1966 CIA ja ndaloi atë libër. E ndaloi rreptësisht, e tërhoqën nga të gjitha dyqanet e shitjes dhe e bllokuan përfundimisht librin. Njëkohësisht Chen u ndalua që të fliste për librin. Chen nuk ishte një njeri i thjesht, nuk ishte një studiues i thjesht, por ishte një inxhinier i forcave ajrore të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Dhe ai si i tillë kishte zbuluar disa fenomene të çuditshme, por njëkohësisht kishte studiuar pikërisht për këto fenomene. Pikë së pari, ai kishte zbuluar që qoftë në piramidën e Keopsit, por edhe në poshtë Sfinksit, në bazë të disa shkencëtarëve që kanë bërë disa teste dhe kanë zbuluar përfundimisht që dikur aty ka qenë një përmbytje e madhe universale. Dhe përmbytja ujërat që ishin deri në sipërfaqen sipër Sfinksit, por njëkohësisht edhe deri tek gjysma, pra ujërat deri tek gjysma e piramidës, aty ai kuptoi që ky ishte një nga elementët që zbuloi, por nuk mbaron këtu, sepse sipas të dhënave, Chen zbuloi edhe disa sekrete të tjera në Vatikan. Dhe sipas tij, ato që zbuloi në Vatikan nuk duhej që të thuheshin, dhe ishin pikërisht këto dëshmi që e fundosën Chen Thomasin, sepse përveç se e shkarkuan nga puna, me kalimin e kohës atë e degraduan dal nga dal. Në fakt, ai pasi bëri dhe disa intervista në televizione, që të gjitha intervistat e tij u eliminuan. Dhe jo vetëm kaq, por u ndalua që ai të fliste sërish për një fenomen të tillë. Dhe pyetja ime është pse duhej të ndaloj për një deklaratë të tillë. Në sintezë, libri çfarë thotë? Ky libër, pra Adam and Eva Story, tregon për historinë e njerëzimit që një herë në 6500 vjet ndryshon poli i tokës. Pra ndryshon dhe vërtiten polet. Dhe nga momenti që vërtiten polet, ndryshojnë polet dhe fillojnë kataklizmat, fillojnë tërmetet dhe fillojnë problemet edhe shoqërore dhe psiqike të njeriut. E dëgjuat mirë, sepse çdo gjë lidhet me frekuenca. Dhe ne jemi të lidhur fort me frekuenca, sepse çdo gjë që na rrethon është frekuencë. Qelizat tona janë frekuenca, ne kur flasim janë frekuenca, mendimi ynë është frekuencë. Dhe Chen e njihte shumë mirë, sepse ishte një inxhinier. Dhe ai e dinte që gjatë këtyre momenteve
krijohen probleme. Në fakt, sipas tij, që ai nuk jeton më sepse vdiq në rrethana mjaft misterioze në vitin 1998, pra kur ishte 70 e ca vjeç, sepse ai insistonte në teoritë e tij, megjithatë në fshehtësi, por si duket këto shkaktonin probleme për disa lobe të fuqishëm. Në fakt ai në librin e tij shkruan edhe për disa lobe që janë që qeverisin njerëzit dhe qeverisin qeverit e mbar botës. Këtë thot në Adam and Eva Story. Tani, ç'është e vërteta, ky libër, siç u thash fillimisht ishte 278 faqe, 280 faqe. Por libri është katandisur në 56 faqe. Dhe pjesët e tjera të librit disa thonë që janë shkullur, janë shqyer dhe janë djegur. Të tjerë thonë që i mban CIA nën kontroll. Në fakt, ky libër, pra aty në faqen e CIA-s e gjeni dhe ju, pra në faqen kryesore të qeverisë amerikane të CIA-s, gjeni librin, pra librin e Chen Thomasit, por janë vetëm 56 faqe. Në fakt, në këto 56 faqe nuk është se kupton shumë. Kush e ka lexuar librin, sepse tregohet që disa studiues të mirëfillt kanë kërkuar librin nga familjarët, pra originalitetin e librit, siç e kishte shkruar fillimisht Chen, dhe tregojnë që është drithërues. Në fakt, ky ishte edhe shkaku që ndoshta CIA e ndaloi. Por ka dhe diçka tjetër. Brenda këtij libri, ai, pra Chen, tregon edhe që vetë Vatikani i njeh këto kataklizma dhe e di shumë mirë që një herë në 6500 vjet ndodhin kataklizma. Në fakt, kataklizma e fundit, siç tregohet, ka ndodhur rreth 12.000 vite më parë, parafërsisht. Dhe tregohet që ky është vetëm fillimi, pra viti 2027 do të shënojë fillimin e një fundi të trisht. Siç e kemi parë kohët e fundit, kanë ndodhur dhe vazhdojnë që të ndodhin tërmete të fuqishëm dhe qarja e tokës në disa vende, si për shembull në Turqi, por edhe në vende të tjera. Dhe kjo, sipas disa studiuesve, tregohet që do të jetë vetëm fillimi. Tani, pse nuk e thon? Pse nuk e lë CIA një libër të tillë? Sa libra të tillë ka që janë të tmerrshëm në atë që tregojnë pra brenda librit dhe nuk janë ndaluar? Dhe pse pikërisht ky libër, pra libri i Chen Thomasit, të ndaloi? Për çfarë arsye? Në qoftë se kishte, ose në qoftë se ka probleme ky libër që mund të shkaktojë në trurin e njerëzve, siç thot edhe CIA, atëre pse nuk mund ta lexojnë studiuesit? Dakord ne, por studiuesit pse nuk mund ta lexonin? Pse duhet të digjeshin pjesë tjera të librit? Pra pjesët e rëndësishme, për çfarë arsye? Shikoni, thuhet që nga viti 2027 do të fillojë një distropi. Distropia është një moment shumë delikat i mendjes njerëzore, ose në përgjithësi, edhe jo vetëm i mendjes, por edhe shoqërore. Në fakt, ne po asistojmë në shkëputjen e njeriut nga familja, në unin personal dhe në probleme të tjera, jo vetëm shoqërore, por edhe ekonomike, madje edhe luftrat që po krijohen tani, që nuk kishin ndodhur kaq shumë sa kohët e fundit, tregohet që është pikërisht ky moment, pra momenti që thoshte Chen, pra kjo distropi e quajtur nga ai. Dhe kjo distropi, siç theksohet në libër, siç thon studiuesit, do të fillojë nga viti 2027, pra rëndshëm. Megjithatë, unë doja të thoshja që sipas studimeve të bëra nga disa studiues, për sa i përket përmbytjes së madhe universale, mendohet që njëherë në 780.000 vite, me një fjalë, njëherë në 780.000 vite, ndodh kataklizma që ndryshojnë polet dhe e fillon civilizimi nga e para, pra jetën e tij. Sepse nëse do të shkatërrohet, siç e kemi thënë dhe shpeshherë, nëse do të shkëputet qoftë edhe një hallkë vetme, atëre do të shkëputet gjithë zinxhiri i shoqërisë që ne njohim, duke e rifilluar jetën edhe një herë nga e para. Ne fakte të tilla thuhet që gjenden edhe në piramidën e Keopsit, ose edhe në vende të tjera që të atyre objekteve të quajtur opart. Në fakt, ai Chen tregon edhe për një tip të quajtur William Gilbert.
William Gilbert, që jetoi nga viti 1600 parafërsisht, ishte plotësisht i lidhur dhe ishte një shkencëtar i Vatikanit. Dhe thuhet që në bazë të disa studimeve që ai kishte bërë për sa i përket evoluimit të poleve dhe të tokës, tregohet që aty nga viti 2060 do të verifikohet para kataklizma që pritej prej kohësh. Ç'është e vërteta për vitin 2060 kemi folur sepse e ka përmendur edhe Isaac Newton. Nëse mbani mend, kemi folur për Isaac Newton, i cili ishte një nga shkencëtarët që bazohet shkenca sot e mirëfillt, dhe ai studioi për vite me radhë për të kuptuar se kur do përfundonte jeta njerëzore, jo e planetit, njerëzore. Dhe sipas tij, në vitin 2060 do të konkretizoj kjo kataklizm. Mundet tani që të jetë e vërtet së bashku me këtë studim të Chen Thomasit, ju si thoni. Historia e librit të Chen Thomasit u bë e famshme nga momenti që u fol në një podcast. Në një podcast të një njeriu të famshëm që kemi folur dhe herë të tjera, të Joe Roganit, me disa studiues të famshëm, ku aty përmendet edhe një lob i fuqishëm, sipas këtij Chenit, pra Chen Thomas e thot në librin e tij, por që nuk ekzistojnë këto flet, pra sipas Joyt, thuhet që Thomas fliste për një lob të fuqishëm që është i lidhur me disa forma të tjera jete, interdimensionale. Dhe këta e qeverisin botën prej vitesh dhe e kanë nën kontroll. Ndoshta e kishte fjalën për disa alien ose jashtëtoksor që janë gjithmonë të lidhur me këtë. Madje ai thot dhe diçka tjetër. Thot për tokën që mund ta gjejnë, pra këto fakte të tokës dhe të lëvizjeve të pllakave tektonike apo të problemeve që shkaktohen nga tërmetet dhe nga ndryshimi i poleve, i gjeni thot dhe ju vetë thot kudo që jeni. Në fakt, unë kur shkonim për emisionin Enigma, gjithandej, kemi gjetur edhe në përmale, kemi gjetur guacka të detit. Ç'pun kishin guackat e detit në përmale? Në përmale jo të hedhura kështu, por të gjetura në tokë, pra duke hapur tokën kemi gjetur guacka. Padyshim shumë prej jush i kanë parë këto apo jo? I keni parë këto guackat? A keni gjetur guacka në përmale apo në përkodra, kudo që jeni? Atëre kjo tregon që toka me kalimin e kohës bën një cikël, pra kur fillon ndryshimi i poleve, dhe kthehet edhe një herë nga ana e kundërt. Dhe aty padyshim kalojnë ujrat, detet dhe oqeanet. Pra ju çfarë mendimi keni për një studiues të tillë, pra për Chen Thomas? Dhe pse ky inxhinier ju bllokua, pra libri, dhe u ndalua rreptësisht që ky libër të shitej? Dhe pse u mbajt që nga viti 1966 dhe doli, pra e vërteta, vetëm në vitin 2013 pikërisht nga CIA? Pse CIA e ndaloi? Pres komentet tuaja çfarë mendimi keni, kalofshi një mbrëmje të këndshme dhe shpresojmë që mos ndodh në një kataklizëm siç parashikohet. Megjithatë, vështirë është që të parashikohet, por sipas gjasave diçka mund të ndodh së shpejti, sepse me sa duket polet kanë filluar që të ndryshojnë versionin e tyre dhe që të kthehen nga ana e kundërt. Ju çfarë mendimi keni? Pres komentet tuaja. Kalofshi bukur.